Janë Prishtina dhe Drenica, dy skuadra që kanë zhvilluar më shumë të edicionin e elit. Mes këtyre dy skuadrave më shumë se çdo ndeshje tjetër në historinë e futbollit kosovar në Super League. Prishtina luan po ashtu me ndryshim formacioni 4-3-3 në këtë ballavaçim. Altin Gjokaj në port, Bytyqi Limani, Vitia Mamengi në mbrojtje, Namani Taipi Zeqiri, treshja e përhershme e mes fushës, kurse në sulm Ilijevski do ketë mbështetjen e Salletić dhe Veliut. E starton këtu klasikja futbollit kosovar, Drenica Prishtina në Bajram Aliu. Topi në zonë, rasti tjetër i Prishtinës, vjen goditja dhe gol! Vetëm minuta e dytë e ballavaçimit Dinamani. Prishtina godet fuqishëm. Edhe njerë Prishtina shumë e rrezikshme dhe Prishtina që tund rjetën. Goditje briljante e Dinamanit. Asisti për Super Marion. Ja dhe njerë djatha që tund rjetën. Ecën para Ardian Limani, rasti këtu Ilijevski. Ilijevski mirë pasimi, super mundësi e Prishtinës, Veliu! Mbi Prishtinën për momentin është vetëm qielli. Edhe njërë tjetër hyn në zonë shumë lehtë. Shikoni Valmir Veliu i ftohtë akull. Edhe gol. Në top form Valmir Veliu. Fantastike Prishtina, Ilijevski me një tjetër asistim. Çfarë super lojtari. Transferi ndoshta më i mirë i këtij edicioni. 2 asiste për qendër sulmuesin. Ilijevski, shansi këtu, Ilijevski, mbi port. Edhe njerë, Mario Ilijevski, këtë topi në lojë dhe është pasim shumë i mirë tek Iqbal Jashari. Jashari, që në pëziren Jashari me goditjen i Prishtinës. Rasti për Prishtinën, goditja Taipit dhe shkon jashtë. Prape rrezikshme Prishtina. Pasimi gabua, rasti për Prishtinën këtu, Zeqiri goditja ati dhe 3-0. Drenica skandaloze në këto minuta, për sëri Prishtina zhënon. Edhe njërë tjetër e shojmë, Zeqiri me goditjen e ti. E prej tokën dhe bët e pakapshme për portierin Gomez. Shkon në rjetë për 3-0. Gjithsesi gabim shumë i rënd i Drenicës në defanziv. Tagjev, rrezikon topi humbur për sëri, çfarë gabime tek Drenica dhe 4-0 kompletohet pokeri. Për sëri ai Valmir Veliu. Ja shohim edhe njerë, Valmir Veliu e pakti shumë të lehtë këtu. 4-0. Goli 4 i sezonit po ashtu për Veliun. Ja shohim edhe njerë tjetër goditja ati vrastare. Në fakt jo goli 4, mirë bëj 5 i Tiqenga, sepse ky është i dyti sot. Ilijevski pasimi tani Salletić, mundësia për 5-0. Kreshni Kuka. Këtë në top 3 qendër Krasniqi, rasti këtu për Genca Mitin dhe gol. Drenica rrin të shënoj. E 1-4. Drenicën. Mirë lëvizja, Kreshni Kuka, për jeton Krasniqin, goditja ati dhe 4-2. Çfarë po ndodh? Çfarë ndeshje, po duket të jetë e çmendur ja dhe njerë Krasniqi. Në rast tani Blendi Baftiu. Allin të dyja ekipët. Sidomos Drenica, me gjitha forcat në sulm, Salletić. Vjen arkimi ti, rasti këtu Baftiu, super pritje. Vojvoda nuk arrin të mirë, po çojmë goditja këtu Osman Larit. Intervenon portieri Gjokaj. Genca Miti. Provon goditjen, intervenon Gjokaj. Shohim edhe njerë temtimi me të djathtën nga jashtë 16 me Ilianti Jasharit. Nuk arrin të shënoj këtu Vojvoda. Kjo situata nga një kënd tjetër, shem çfarë do vendos Barda jeti moment shumë i rëndësishëm këtu. Dhe është penalti për skuadrën e Drenicës.
Qenë të dy bashkë pjesët Trenicës edhe në grup mosha të reja. Nisët, Jashari goditja aty 4-3. Dram Koli që e solli feston. E përfundon gjithçka Prishtina me shumë vështirësi arrin të marrë fitoren.